Selam aleikum, hoq thot, a gjëna me lujt me ndjenjat e një quni kur e kërkon dorën e një vajze, edhe dhe më thonë, pasaj mi thonë jo e kështu me radhë. Aleikum selam rahmatullah. Nuk duhet me lujt me ndjenjat as kujt, as djali me të vajzës, as vajza me djalit, por për hatër të ndjenjave të tjetrit, nuk do me thonë edhe me i thonë po nëse nuk të pëlqen. E ke parasysh, jo me lujt, me prun djalin prej poshtë lartë, prej Kosovës në Gjermani, prej Gjermanisë ose Zvicrës në Kosovë ose në Angli, pastaj me lujt me të jo hajtë edhe njerë të shoh se s'mujta herën e parë, jo kështu, por edhe në anën tjetër mi thonë, a di qka, ajtë pe pranoj djalin se po më dhimet, mos luj me ndjenjat e ti, jo, nëse nuk pëlqen, jo thuj, mos luja, mos i thuj po, sepse kimi kalu jetë me ta. Prandaj, as njona palë, as pala tjetër, mos me lujt njëri me tjetër, por gjithashtu edhe nga ana tjetër mos me pranu për hatër të asnjë lloj ndjenje. S'të pëlqen kur gjë kërkuj. Selam aleikum.